Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 15 të lajmëve. Breshëri i fuqishëm që goditi dje komunën e Istogut ka shkaktuar dëme të mëdha në sektorin e bujqësisë. Sipas vlerësimeve të para, dëmet janë jashtëzakonisht të mëdha, ndërsa ekipet kompetente po punojnë për evidentimin e tyre. Ndonse ende nuk ka një bilanc përfundimtar, vlerësimet fillestare tregojnë se rreth 90% e sipërfaqeve të mbjella në territorin e komunës së Istogut janë dëmtuar. Ndërkohë, sipas komunës së Istogut, në bashkëpunim me kryetarin Ilir Ferati, do të angazhohen maksimalisht për të dalë në ndihmë fermerëve gjatë gjithë procesit të vlerësimit dhe tejkalimit të pasojave. Mëngjesit të vizitu fshatnat që kanë pësu dome të jashtëzakonshme ose me klasifiku dome totale të krejt produkteve bujqësore edhe kulturave që ata kanë pas të mbjellën. Në sot mëngjes në ora jemi taku me komisionin e përhershëm komunal për vlerësim domeve të fatkeqësive natyrore dhe me njëherë kemi themelu dy nën komisione ad hoc, të cilat janë në teren prej orës 10 të mëngjesit. Po besoj që brenda 7 ditëve kalendarike ne përfundojmë raportin e vlerësimit, i cili raport del para Kuvendit dhe me njëherë i drejtohet mandej Ministrisë Bujqësisë dhe po ashtu Agjencionit për Menaxhim të Emergjencave. Mu më zon fakti që shumë që sot ka gjetë kohë ministri, mirë po çka s'po më zonë është që nuk po më rrim me marrë një zotim konkret në pyetjen edhe të gazetarëve edhe tamë. Me ditë ta fermerë këta bujqë të vetëm të ardhur e kanë bujqësinë, a ka më ju kompenzu 9% e domit qoftë ajo dhe 5%, qoftë 10%, varësisht prej kapaciteteve financiare. Unë e di që qeveria e Kosovës ka planifikuar në kod buxhetor përmes Ministrisë Financave fond buxhetor për reagim në situatat fatkeqësive natyrore, edhe besoj shumë që nuk ka situatë më emergjente se sa kur pothuajse të gjithë bujqët e një komune kanë mbet pa kulturën e tyre bujqësore në kohën kur është dashur me plasu në treg frutin e tyre. Çka po e shohim këtu sot është vetëm 1%. Istoku i ka pothuajse 2000 hektar misër që është lënda e parë ose ushqimi bazë për fermat që janë fermat më të mëdha në Kosovë. Ekspert apo jemi bërë eksperta të vlerësimit edhe e kryjm në përpiknie dhe me shpejtësi të madhe pjesën e vlerësimit sepse njerëzve veç kanë krijuar përvojë. Fatkeqësia është që ju është lënë Agjencioni për Menaxhim të Emergjencave, që janë eksperta për menaxhim të situatave emergjente. Po jo për domet në bujqësi. Edhe nuk janë, mendoj që nuk kanë kompetencën profesionale më vendues se a është kompetent komisioni që komuna ka themelu, edhe ka vlerësuar domin, ani pse këtu nuk hiç ka vlerësuar se për shkak që janë 100% për këto mulla, edhe vitin e arshëm, edhe pas vitit të arshëm, kanë pas rendiment më të ulët se domi është afat gjatë. Uroj, shpresoj edhe sigurisht që kemi bë thirrje të vazhdueshme drejt qeverisë Kosovës pa bazë në akuzë, po me kërkesë zyrtare edhe vlerësime profesionale që këta bujqë me u kompenzu në mënyrë që me pas motivin me vazhdu tutje, për ndryshe se që njëri normal kish me qenë i thym shpirtërisht mas një fatkeqësi e tillë dhe kish merr mendu se a ka më vazhdu më morr me çat aktivitet ajo në të ardhmen. Dëme të mëdha nga breshuri i u shkaktuan edhe një fermeri nga fshati Kovrage i Istogut. Ati ju dëmtuan mbi 4 hektar me moll. Kolegu Shkëlzen Lakna sjell rrëfimin e këtij fermeri si dhe të një fermeri tjetër. Kjo është gjendja e rendimeteve në fshatin Kovrag në komunën e Istogut pas threshjeve të së hënës pasdite. Bujku Xhevdet Xoci thotë se arat e tij janë dëmtuar 100%. Sa hapësirë ju ka dëmtu sa hapësirë keni pas në këtë pemishte dhe sa është dëmi që ju ka shkaktu juve? Fillimisht unë jam Kosov Blakaj, i fshatit Kovrag. Në pronësi kam dikon 4 hektare gjysë që ty pari. 4 hektare gjysë të mbjellura veç me moll? Me moll. Sa mundet me konë vlera për afërsisht sa ju ka shkaktu? Po i tash a ditë qysh, nuk e di sa ka bëjt më konë çmimi si këtë vjet, se tash e kisha ditë me të kalkulu sa. Nëse i shku për shembull 40 centja, për llogarisi 40 cent, dikon në 4 hektar 200 tona molla, kalkulohet ashtu vet, sa bën 200 tona molla, që kjo është koeficienti. Kjo është domi shumë i madh. Përpos domit material, domethënë është kjo që ka shkaktuar dome për edhe për vitet e ardhshme, domethënë ka shkaktuar dome në sytat frutore, i ka dëmtuar trupat, këtu e çona tjera. Do thotë që këta nuk ka më pas rendimente as vitet e ardhshme? Kjo është fatkeqësia e madhe që ka ndodhur, se për këto frutat që kanë rrotë këtu, që ka dëmtuar, na patëm mja fal këtë farë pjesë edhe detyrimisht ja fal. Po domethënë kemi dome edhe që ka shkaktuar edhe për vitet e ardhshme.
A mendoni se do të përgjigjet dikush nga shteti për këtë? Po Ose nga përvojat e kaluara? Nga përvojat e kaluara, nëse më pyeti mua, them jo. E nëse unë mendoj që duhet detyrimisht çdo është, nëse fermerët nuk mbështeten në këtë rast, domethënë faktikisht tash logjikisht më fol. Patriotizmi më i madh tash në Kosovë është të punosh bujku, të më mbështet. Çto sa ne më prodhu, çto mollë kanë pas më shit këtu në Kosovë. Sa ke pas investim? Investimet janë të mëdha. Nuk zdia mund me mbulu këta, unë s'e di. Qyre, në 4 hektarë gjys, ti për mi shpall luftë që ty në pemishtës tane, në 4 hektarë gjys, ti dush mi pas 20 mijëra në kontet tanën. Për ndryshe, je si ke punu mirë. E patët për vizitë ministrën dhe kryetarën e komunës, ishe i qartë në kërkesat tuaja, a mund të thuash edhe njëherë ato kërkesat që i kishe me që... Është absolutisht se në kemi pos asë një sen, kur farë garancie për shtetit se kemi pos. Unë kesh i qartë në kërkesat e mija, ja bona dhe atina. Do të morim, do të shikojmë. O, ti mu që shpo më përkra, se e meritoj më përkra. E meritoj përkra. Unë ja vep edhe këti televizioni, ju thash edhe këtyne. Një person së korone për shamo, që 35 vjetë, mirëna me bujësi. Në gjatë kush luftë se kemi lonë, na jemi bo rafsh, e kom edhe statusin e veteranit. Vishë mos mu anku të shteti, unë jam mirë me qëtu. Kur shteti të anku si kam. Vishë ashtë morë për qëtë shtet, edhe për ish, po shtetet e përpashme. Më përfundu në ma 17 vjetë i plagosin me 204 euro. Sa është domi që ju ka shkaktu? Domi është, unë i tregova edhe vish investim, unë i kom për mi 20.000 euro investim. Unë kom llogarit dikon 4-50.000 euro me mor. Adin mi kryq ato burë që do kredinat vogla do këtu, mi mor do pare me kriju një fargjeni familjare. Kom llogarit dhe i 4-50.000 euro me që tu krejt mi mor. Sion ato më. Me kërkesë të ndërmarrjes publike hidroekonomike i Bërlepens në zonat pret liçenit të Ujmanit të zhvilluar një aksion për lirimin e disa pronave të uzurpuara në një parcel të kësaj ndërmarrjeje në këtë zonë të Kosovës. Zavendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Beton Elshani, ka konfirmuar se policia është duke asistuar në këtë aksion. Ky veprim vjen pas një paralajmërimi dhe kërkese paraprake që i Bërlepenci u ka bërë 11 pronarëve që kanë ndërtuar objekte të ndryshme e shtëpi pushimi në hisën e ndërmarrjes të Ujmani. Në këtë kërkesë, personave në fjalë u ishte dhënë një afat prej 15 ditëve për të liruar me njëherë pronën e uzurpuar, për të hequr të gjitha sendet dhe ndërtimet e vendosura në mënyrë të paligjshme dhe për ta kthyer pronën në gjendjen e mëparshme. Ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu ka dekretuar sot dorëheqjet e 7 prokurorëve nga komuniteti serb që ishin dorëhequr më 2022. Një ditë më parë, Këshilli Prokurorial i Kosovës refuzoi tërheqjen e dorëheqjeve nga serbët pishman. Siç ka njoftuar Haxhiu në Facebook, me dekretin e saj mbyllet procesi. Ajo ka thënë se askush nuk mund të mbajë peng funksionimin e institucioneve e as të krijojë paqartësi juridike. Republika e Kosovës do të vazhdojë të veprojë me vendosshmëri në përputhje me ligjin dhe në mbrojtje të integritetit të institucioneve të saj, ka shkruar Haxhiu. Deputeti i zgjedhur i LDK-s Abdullah Hoti ka kritikuar qeverinë në detyrë për rritjen e çmimit të energjisë dhe të naftës. Sipas tij, qeveria nuk ka ndërmarrë asnjë mas për ulje ose heqje të ngarkesave tatimore për faturat e energjisë, gjë të cilën ka thënë se e kanë bërë disa qeveri të vendeve të Bashkimit Evropian. Sipas tij, në Kosovë ndodhe kundërta. Me që të vësheja llogaritet mbi çmimin e produktit, sa më i lartë çmimi i naftës, aq më i lartë është edhe shuma e të vëshës që paguan qytetari. Përmes vendosjes së çmimit maksimal ditor, qeveria zyrtarisht e ka bartur te konsumatori i fundit rritjen e çmimit të furnizimit të naftës, ka shkruar Hoti. Deputeti i zgjedhur i Lëvizjes Vetëvendosje, Vigan Çorolli, tha se synimi i kësaj partie është të arrijë një marrëveshje politike me LDK-n për formimin e institucioneve të reja, përfshirë edhe zgjedhjen e presidentit. Sipas tij, po presin që LDK-ja t'i zgjidhë çështjet e brendshme lidhur me kërkesën për shkarkimin e Lumir Abdigjikut në mënyrë që pastaj të vazhdojnë bisedimet. Në një bisedë për Radio Televizionin 21, deputeti Çorolli tha se ushtruesja e detyrës presidentja Haxhiu
pritet të thërasë seancën për konstituimin e kuvendit jo më vonë se deri më 5 gusht. Zoti Qorolli, ushtruesja e detyrës së presidentes, zonja Agjiu, paralajmëroi se në fillim të gushtit do të mbahet një seancë, duke lënë hapësirë partive për një marrëveshje politike. Fokus, siç e tha, është çështja e presidentit. Por aktualisht nuk ka bisedime, nuk ka sinjale për një marrëveshje apo jo. Jeni optimist se do të ndodhë një gjë e tillë? Nga momenti i certifikimit të rezultatit zgjedhor nga ana e KQZ-s, atë lëvizja vetëvendosje përmes kryetarit saj dhe kryeministrit Albin Kurti i ka bërë gjitha përpjekjet dhe përgatitjet e nevojshme dhe për çka edhe ju ka delegu ftesa zyrtare, zotit Hamza, zotit Abdigjiku dhe zotit Gjini, ndërkohë që ky i fundit e ka refuzuar ftesën dhe takimin. Jam mbajt 2 takimet e para me zotin Hamza dhe zotin Abdigjiku, ndërkohë që afria më e madhe në këto negociata, siç tashmë është bërë publike, ka qenë me zotin Abdigjiku, përkatësisht me Lidhjen Demokratike të Kosovës, dhe siç e ka bërë ai vetë të ditur, i ka ndërprerë negociatat me lëvizjen vetëvendosje për arsye të përplasjeve të brendshme dhe mungesës së unitetit brenda Lidhjes Demokratike dhe kërkesës për shkarkimin e tij nga ana e delegatëve të kësaj partie. Atëherë ne jemi në pritje të thirrjes së seancës konstituive, me qenë se zonja presidente në detyrë, zonja Agjiu, ka bërë të ditur që këtë do ta bëjë në javën e parë të gushtit, për t'i dhënë mundësi dhe hapësirë gjitha partive politike, në këtë rast veçanërisht Lidhjes Demokratike, për ta tejkalu ngërçin e brendshëm politik që e ka, dhe ne jemi në pritje në këtë moment që të thirret seanca konstituive. Afati fundit është data 7 gusht, ne besojmë që jo më vonë sa 3-4, eventualisht 5 gushtit do të thirret seanca konstituive, ndërsa brenda kësaj jave zonja Agjiu do ta nxjerrë dekretin për thirrjen e seancës konstituive dhe kanë mbetur edhe 2 javë në mënyrë që Lidhja Demokratike të arrijë në një konsensus të brendshëm, janë dinamikat të tyre, por sigurisht që ne kemi bërë të qartë që duam një marrëveshje politike për gjitha institucionet. Kjo ka qenë zatën edhe kërkesa e tyre, edhe në muajin, nëse kujtoni, në muajin mars dhe prill, që Lidhja Demokratike kërkonte një marrëveshje klasike politike. Tashmë negociatat kanë qenë në rrugë të duhur të arrihet një marrëveshje e tillë politike, në mënyrë që të hyhet në seancë konstituive, zgjedhet kryetaria e kuvendit, kryeministri Kurti të rikonfirmohet në detyrë dhe më pas të çështja e presidentit dhe Kosovës të japim institucione stabile për një mandat të plot 4 vjeçar. Tani kanë ndryshuar rrethanat me zhvillimet në LDK, jeni optimist se mund të arrihet një marrëveshje e tillë apo Ne do të ruajmë optimizmin deri në momentin e fundit, por dinamikat e brendshme politike brenda tyre do të mund na japin një shpresë pas përfundimit të këtij kuvendi, i cili mund të jetë kuvend votbesimi, eventualisht kuvend shkarkimi ose rikonfirmimi për Abdigjikun. Diplomati Blerim Canaj ka thënë se LDK dhe vetë kryetari Lumir Abdigjiku nuk e kanë të qartë se çfarë po ndodh. Sipas tij, LDK asnjëherë nuk ka qenë faktor për formimin e qeverisë. Andaj Canaj vlerëson se Abdigjiku duhet të marrë parasysh edhe nënshkrimet për dorëheqje dhe duhet të reflektojë. Çështja ajo është çështje e partisë, por si duket edhe vetë partia dhe zoti Abdigjiku nuk i ka të qartë se çfarë po dëshiron dhe çfarë do të ndodhë. Tash në qoftë se e marrim logjikisht, mendoj që kur brenda një partie mblidhen, madje nëse janë edhe 20-30 nënshkrime, thjesht ajo tregon qartë për pakënaqësitë brenda partisë dhe zoti Abdigjiku do duhet reflektante. Mirë, po tani ka ndonjë interes personal politik. Kur flasim për pjesën tjetër se a i hendikepon kjo bisedimet për formim qeverisë apo për thirrjet parlamentit, mendoj që Lidhja Demokratike nuk ka qenë asnjëherë një faktor që do ta determinonte atë, për shkak se Lidhja Demokratike momentalisht nuk i ka as deputet e saj të sigurt. Kështu që gjithmonë e kam parë si diçka madje edhe përpjekjen për të u futur në bisedime me Lidhjen Demokratike, e kam parë më shumë si një tendencë dhe përpjekje e partive për të bërë gjoja se ne po përpiqemi në mënyrë që në zgjedhjet e ardhshme që me siguri si duket do të mbahen ta paraqesin veten si ata të cilët kanë pasur dëshirë që të zhbllokojnë situatën dhe nuk jemi në këtë situatë për fajin tonë. Pra
mendoni se edhe nëse do të ketë kuvend të jashtëzakonshëm, LDK-ja do të jetë faktor për ndërtim të institucioneve? Nuk e pres që t'jetë, ju them të drejtën, për shkak se LDK-ja ka probleme më të mëdha brenda saj, dhe të cilat duhet të i zgjidhë. Dhe deri më tani nuk kemi parë ndonjë unitet brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës që neve do të na binte që i kanë të gjithë deputet në vijë të përbashkët që të na çojnë pastaj edhe në zgjidhjen e problemit. Po gjëra sa të arrijë shkakimi i Abdigjikut në këtë kuvend që do të mbahet? Po t'ju them të drejtën, kur mbledhen 200 nënshkrime, atëherë nuk di se çka kërkon Lumir Abdigjiku më tutje brenda partisë, në qoftë përpos nëse ka ndonjë qëllim që të heqë gjithçka nga partia dhe të vazhdoj pastaj me personat e tij të dëshiruar. Në qoftë se vazhdon, atëherë thjesht do ta shohim një fragmentim të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe me siguri që do ta ketë fatin sikur që e kanë pasur shumë parti të tjera në Evropë dhe botë, të cilat në fakt e kanë bërë një pjesë të historisë së shtetit, por sot nuk ekzistojnë më. Por janë gjëra reale të ndodhë shkarkimi? Momentalisht ajo çka po shohim po. Po thot nuk e di se cila është kërkesa e një politikani i cili e sheh që 3 herë i humb zgjedhjet, brenda partisë nuk ka mbështetje dhe prapë vazhdon. Anëtari i PDK-s Shemsi Jashari tha se zvarritja për thirrjen e seancës konstituive është e parësyeshme. Sipas tij, çdo vendimarrje pa marrëveshje paraprake, vendi shkon në zgjedhje. Ne deri tash kemi pa një neglizhencë të vazhdueshme që lëvizja vetëvendosje e ka treguar në raport me krimin e institucioneve, e që tani kemi rastin herën e tretë që po e bën të njëjtën. Premesat për thirrjen e seancës konstituive janë të parësyeshme dhe çdo vendimarrje pa përfshirje paraprake, pa një marrëveshje paraprake na çon drejtim të zgjedhjeve të saj. Prandaj nëse lëvizja vetëvendosje nuk don me i kriju institucionet, atëherë do të merr veprime që do të krijojë kuvendin, qeverinë dhe të ndalet tek procesi i zgjedhjes së presidentit. Pa një marrëveshje paraprake me subjekte të tjera, unë nuk besoj që do të ketë mundësi që të krijohet edhe institucioni i presidentit. Ndërkohë, si e shihni ju, deri me tani nuk ka lëvizje sa i përket takimeve. PDK-ja ka thënë që do të qëndrojmë në opozit, LDK-ja ka ndërprer bisedimet për shkak zhvillimeve brenda, AK-ja ka disa kërkesat e tyre. Si e shihni, ka mundësi për një marrëveshje apo thjesht janë sinjalet që mund të shkojmë drejt zgjedhjeve? Ajo çka dihet është që Partia Demokratike ka qëndrim të qartë, që do të jetë në opozit dhe nuk do të bëhet pjesë e një marrëveshje politike e cila do të çonte drejt krijimit të presidentit, zgjedhjes së presidentit, por ajo çka dihet është që po ashtu ka qenë e qartë Partia Demokratike se nuk do të bëhet pengesë për krijimin e institucioneve. Prandaj atë dëshiren ose veprimet e para që kanë qenë drejtim të një marrëveshje mes televizjeve të vendosje dhe LDK-s, duket se janë duke pritur zhvillimet e brendshme që ka Lidhja Demokratike, përndryshe kanë mundësi nëse duan të arrijnë marrëveshje. Është vetëm mundësi që përmes një marrëveshje politike të bëhet zgjedhja e presidentit dhe çdo tentim që të injorohet nevoja për të arritur marrëveshje apo tentohet të imponohet vullneti i vetëm njërës palë, në këtë rast lëvizja vetëvendosje do të çojë në dështim çka ende nuk është e qartë nëse zoti Kurti i don të na dërgoj përsëri në zgjedhje apo të bëjë zgjedhje për krijimin e institucioneve. Deputetja e AK-s Time Kadria ju është kundërpërgjigjur kritikave të zyrtarëve të lëvizjes vetëvendosje, cilët i kanë quajtur të parësyeshme 6 kërkesat e AK-s për të votuar zgjedhjen e presidentit të ri. Sipas deputetës Kadriaj, AK-ja nuk po kërkon poste politike, por zbatimin e planeve që kanë të bëjnë me interesin e qytetarëve. Ajo gjithashtu e quan të panevojshme zvarritjen e thirrjes së seancës për konstituimin e kuvendit. Zona Kadriaj, si përgjigjen e kritikave të zyrtarëve të vetëvendosjes, të cilët thonë që janë të parësyeshme 6 kërkesat e juaja sa i përket takimeve me Kurtin?
Unë mendoj që janë tepër kërkesa praktike, që nuk e kanë ndonjë kosto buxhetore, dhe që zoti Albin Kurti vetë është dosh të realizojë ato kërkesa pa i parashtruar aleanca kërkesat. Ne nuk kemi bërë kërkesa për të mirë të aleancës, nuk kemi kërkuar në këmbim pushtet, kemi kërkuar ato kërkesa të cilat kanë impakt në shtetin e Kosovës dhe kanë impakt te qytetarët e Kosovës. Në këtë fakt ruhet sovraniteti, integriteti, partneriteti strategjik, rikëthimin që do të thotë edhe rikëthimin e dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kthimi i besueshmërisë, janë gjitha këto pika që kanë impakt. Kanë impakt për qytetarët e Kosovës të Prishtinës, kanë impakt në infrastrukturën të cilën frekuentojnë një numër i madh i banorëve, kërkesa për bujqet, për subvencionim të bujqve, kërkesa për rritjen e tatimit, hekjen e tatimit për tokat e punueshme, edhe normal gazi amerikan edhe hidrocentrali. Ndërkohë nuk është thirrë ende seanca nga ushtruesja e detyrës së presidentes Albulina Agjiu, është paralajmëruar për fillim të muajit gusht. Si e shihni këtë, nëse mund ta quajmë zvarritje? Ne në fakt s'po mundem me kuptu pse zoti Kurti nuk e ka me urgjencë, sepse nëse e ka pas për qëllim ndërtimin e institucioneve, krijimin e institucioneve, krijimin e shumicës parlamentare në kuvend me qëllim të zgjedhjes edhe të presidentit, se ka pas disa ankesa, ankesat nuk kanë qenë mes subjekteve politike, po kanë qenë ankesa mes të kandidatëve të partive të ndryshme që nuk kanë ndiku dhe nuk do të kishë ndiku në rezultatin e përgjithshëm, dhe pas kësaj ju e keni parë se ka qenë veç një tendencë, një takim, edhe që ka rezultuar pa sukses. Ne kemi parashtruar, s'kemi kërkuar as pozitë të presidentit, s'kemi kërkuar as pozicione ministrore, as bashkëpunim qeveritar me Albin Kurti. Kemi kërkuar këto kërkesa që janë legjitime, që mendoj se secili qytetar i Kosovës i kish miratu dhe i kish aprovu. Zonja Kadria, nëse nuk ka një marrëveshje për çështjen e presidentit dhe ndërkohë konstituohet kuvendi, a do të thotë që vendi mund të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme në mungesë të numrave për zgjedhjen e presidentit? Afatet kohore ligjore që po kalojnë, do të thonë, është fillim i ngushtit, është data fundet që do të konstituohet kuvendi, dhe ne nuk shohim ndonjë angazhim këtë drejtim, se pavarësisht zhvillimeve qoftë në LDK apo në parti tjera parlamentare, nuk janë zhvillime që kanë ndikim në lëvizjen me të vendosje. Megjithatë, është dosht vazhdot me diskutime, aty kanë synojnë ta kenë partner qoftë në qeverisje, apo me dikend që dëshirojnë të kenë marrëveshje për pozitën e presidentit, atëherë ata nuk është dosh me ndorë komunikimin dhe bisedimet, sepse nëse shkohet edhe konstituohet kuvendi, atëherë është edhe afati tjetër ligjor dhe kushtetues për zgjedhjen e presidentit, po me këtë ritëm, me këtë dinamizëm, jo me këtë ritëm, pa ritëm, pa dinamizëm, pa ngutje, po shohim që zoti Kurti ndoshta edhe se ka interes me bënë një zgjidhje. Pra mund të jetë si opsion zgjedhjet, nëse nuk ka konsensus për presidentin. Atëherë, po. Votat tona, 7 vota që ka aleanca, ne i kemi ndërlidh me ato 6 kërkesat që në fakt janë të realizueshme dhe shumë lehtë të realizueshme, që çdo vetë i ketë synim edhe prioritet Albin Kurti dhe jo të parashtrohen nga një parti tjetër parlamentare. Ne këto i kemi pas kushtet, edhe në vazhdim e këtyre kushteve 7 votat e aleancës do të jenë për presidentin, kushdo që arrihet në një dakordancë. Këtu e përmbyllim këtë edicion lajmësh, ju falemderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.